Policia e shtetit konfirmoi zyrtarisht ekstradimin nga Emiratet e Bashkuara Arabe të shumë kërkuarit Dritan Shkëmbi, i njohur ndryshe si Amar Shkëmbi, një prej emrave më të përfolur të botës së krimit në Shqipëri. Sipas njoftimit, Shkëmbi u arrestua në shkurt të vitit 2023 në Dubai si pjesë një grupi të organizuar kriminal dhe pas përfundimit të procedurave ligjore është dorëzuar autoriteteve shqiptare. Gjykata e posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar kishte vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për disa akuza të rënda përfshirë vrasjen e funksionarëve publik mbetur në tentativë, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, armbajtje pa leje, sigurimin e kushteve për vrasje dhe vjedhjen të kryer në kuadër të një grupi strukturuar kriminal. Emri i Amir Shkëmbit është përmendur për herë të parë në vitin 2008, kur ai shpëtoi një operacioni policor në zonën e kombinatit dhe u shpall në kërkim ndërkombëtar. Në vitin 2018 ai u arrestua në Amsterdam me 60 kg heroin, ndërsa ngjarja që e riktheu në qendër të hetimeve ishte atentati i 1 nëntori 2019 ndaj prokurorit Arjan Doj në mbikalimin e Shkozetit. Sipas dosjes hetimore, Shkëmbi ka qenë pjesë e grupit të Plaure Ndërvishajt, ndërsa lidhja e tij me këtë strukturë kriminale u përforcua pas dëshmisë së Luftar Reçet, i cili tregoi dinamikën e disa ngjarjeve të rënda, përfshirë vrasjen e Klodian Saliut. Ekstradimi i tij konsiderohet një goditje e rëndë ndaj krimit të organizuar, ndërsa pritet që Shkëmbi të merret në pyetje nga SPAK për rolin e tij në disa prej atentateve më të bujshme të dekadës së fundit.